Aksionet masive që kanë ndërmarrë operatorët shpërndarjes së energjisë elektrike në të gjithë rrethin e Pukës kanë sjellë dhe reagimet e Partisë Demokratike në këtë rreth. Kreu i PD në Pukë Prelgjoni, teksa ka akuzuar hapur kreun e OSHE se aksionet në korrizë të komunitetit të varfër pukian po i ndërmerr për të fituar kapital politik, deklaroi më tej se aksionet brutale duke terrorizuar popullatën me forca policore janë të pafalshme. Kjo është e pafalshme, sepse këta njerëz të cilët sot llogarin në këtë praktime që të sigurojnë minimalisht të ardhurat më etike për fëmijët e tyre, u ndërpritet dhe energjia duke kërkuar edhe kanabanesat e 2007 që është e pafalshme. Dhe i kërkoj operatorëve shpërndarjes që ta ndërpresin këtë revansh lidhur me ndërprerjen e energjisë elektrike pothuajse të gjithë rrethin. Kështu është mirë që këto pinca këtë ditë të përdoren për shërbim, sepse këto linja të viteve 70 kur realisht kanë shumë nevojë për investim dhe njëkohësisht për mendimin e tyre, këto pinca të përdoren për tërheqje linjave dhe njëkohësisht për riparimin e tyre në një fazë ku ne sot po futen ndihmë. Këta rritën mbas këtyre premtimeve që dhanë para datës 23 qershor që sot të qeverisin këtë vend pa shtatkesi, të qeverisisht një vend duke kërcënuar ditë për ditë me forca policie. Nuk është e nevojshme që në çdo banesë të ketë praninë e policisë për ndërprerjen e energjisë elektrike. Kreu i PD në Pukë i ka apeluar OSHE të mos luajë me pukianët, pasi synimi për të bërë shembull këtë rreth do i kthehet në revolt popullore nga ana e popullit të pafajshëm. Për PD-n e Pukës, OSHE të gjitha aksionet e ndërmarra po i bën hapur politikisht dhe këtë e tregon fakti se kujt i është ndërprerë energjia.